Një histori e pa imagjinueshme po ndodh me tenderin e Blendi Gonxhës për pastrimin e Bregdetit. Klani Troplimit dhe Gëzimi Kashtës u përplasën në prapasken, ndërsa Shkëlqim Fusha dhe nipi Sadri Abazi ndan paratë e tenderit 2.1 miliard lekë, ose 21 milion euro. Kur më 3 dhjetor 2025 në krye të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Edi Rama vendoste Gjeni Beqajin në Partinë Socialiste për konfirmueshin ekuilibrat mes klaneve në pushtet. Në rënien e sipër, Belinda Balluku do të vendoste njerëz të saj në drejtori dhe agjenci. Më pas do të përcaktonte edhe njerëz në krye të ministrive të rëndësishme. Kjo do të reflektojë në fushën e prokurimeve komplekse dhe ndikojnë gjithashtu grupet kriminale. Teksa autoritetet e drejtësisë italiane dhe prokurisë posaçme SPAK kanë regjistruar 4 dosje penale ndaj grupit të Pojës, kryeministri i vendit Edi Rama përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave vendosi të emërojë Gjeni Begajin në krye të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit të Shqipërisë. Gjeni Begaj është dhënë Xhavdet Troplinit, që në Durrës njihet si Poja, më parë ka punuar si kimist pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe më pas drejtori i shërbimit të transportit rrugor në Durrës. Sapo mori detyrën, Beqaj kishte mbi tavolinë dosjen e prokurimit me objekt shërbimi pastrim në zonat bregdetare. Janë mbi 2.1 miliard lekë. Për këtë Beqaj duhet të bashkëpunonte me një person të fuqishëm siç ishte ish drejtoresha operatorit të blejave të përqendruara Arlinda Pogaj, e cila gëzonte besimin e ministrit Blendi Gonxha. Në një kohë që Shkëlqim Fusha, pretendenti kryesor për të marrë këtë kontratë përballet me akuzat e SPAK, u fut në lojë kompania e lidhur me alias Gëzimi Kashtës, Gëzim Salidari. Kompania u themelua nga Luan Kapri, vllai i ish kryetarit të Bashkisë Pogradec, Eduard Kapri dhe Gëzim Salidari, i përfaqësuar me kompaninë Kliva SHPK. Aktualisht Luan Kapri ka lënë aksionet dhe administrimin e kompanisë së bijës. Rej SHPK kërkonte ndryshimin e kushteve të tenderit për pastrimin e plazheve. Ankesat e saj në Komisionin e Prokurimit Publik zgjatën dhe koklavit të vendimarrjen. Thuhet se edhe kryeministri ishte i shqetësuar që po zvarritej tenderi. Ka pasur dyshime të forta se Rej SHPK bashkëpunonte me ish-kreun e Komisionit të Prokurimit Publik Jonait Byzyri, duke qenë se dhjetra procedura ka përfituar nga Komisioni i Prokurimit Publik. Firma e familjes Kapri merrte pjesë në tendera, bënte ofertë më të lartë dhe në shkallën e parë në prokurim nuk dilte fituese. Ajo ankimonte në Komisionin e Prokurimit Publik, ku ky komision me në krye Myzyrin skualifikonte firmat e tjera dhe shpallej automatikisht fituese firmën Rej. Por largimet dhe problemet e Myzyrit me SPAK kanë dobësuar pozitën e Luan Kaprit të Gëzimit Kashtës. Kriteret dhe kushtet e prokurimit ishin hartuar pikërisht nga stafi i Beqajit, që është autoriteti kontraktor. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ruan përgjegjësinë ligjore dhe administrative për menaxhimin e kontratës, edhe kur operatori i blerjeve të përqendruara, OBP, zhvillon procedurat e tenderimit. Agjencia e Beqit ka përcaktuar specifikime teknike, ka llogaritur fondi limit, do të firmos kontratë me fituesin dhe garanton zbatimin e saj. Kjo situatë me sa duket ka sjellë përplasje me drejtoreshën e OBP-s, e cila u detyrua të jap dorëheqje. Nuk e dim se çfarë ndodhi në prapasken me Pogaj, që u detyrua të bënte veprimin e papritur. Gjithsesi e marrim me mend se Klari Troplini nuk e mori agjencinë e Bregdetit, thjesht për t'i dhënë një rrog nipit. Nga një veprim tjetër, kuptojmë se ka pasur një ndryrje nga lart në Komisionin e Prokurimit Publik dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për të ruajtur këto ekuilibra. E thënë më thjesht, klani Troplimeve detyroi kompaninë e Gëzimit Kashtës që të dilte nga loja. Pra, si efekt i kësaj përplasje, kompania Rej SHPK u përjashtua nga tenderat për 6 muaj, sa të mbyllet kjo aferë me fushë. Vendimi i Agjencisë së Prokurimit Publik me denoncim nga Komisioni i Prokurimit Publik për përjashtimin e Rej SHPK përdoret nga Komisioni i Tenderit për pastrimin e plazheve për ta skualifikuar firmën. Ky është Sadri Abazi, eksponenti i rilindjes dhe aleati i ngushtë i kryeministrit. Oligarku Shkëlqim Fusha duhet të pranonte moton kapsh të kapësh dhe të ndante parat me niprin e Sadri Abazit, pra secili nga i lot të kontratës. Këtu kemi pikën e zgjidhjes të kësaj serie telenovele korrupsioni. Pra, pasi ka mbaruar puna disa mujore, e nisur qysh nga muaji prill dhe kësaj prapaskene. Më 25 qershor 2025, operatori i blerjeve të përqendruara ka shpallur fituesit e tenderit. Për loti 2, shërbimi pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Rogozhin, Divjak, Fier, Vlori, Mars, Taranë, fitues është shpallur Fusha SHPK. Fondi limit i këtij loti është caktuar afër 993 milion lekë pa TVSH, ndërsa në tenderin e mbajtur më 18 maj 2026 morën pjesë 4 kompani konkurruese dhe bashkime kompanish me marrëveshje. Siç mësojmë nga të dhënat e formularit të shpalljes së fituesit, 3 ofertat e tjera janë shpallur pa vlefshme, ndërsa Fusha SHPK ka fituar me ofertë të paktën 200 milionë lekë më të shtrenjtë se sa konkurrentët. Konkretisht, oferta e bashkimit të operatorëve ekonomik Pastrimi Silvio dhe Rada Oil Industri është 775 milionë lekë, ndërkohë Fusha është me ofertën 979 milionë lekë pa TVSH. Falsiteti i tenderit duket edhe në vlerësimin e operatorëve të tjerë. Kështu, Rej SHPK rezultoni përjashtuar nga gjithë tenderat disa ditë para shpalljes së fituesit. Ndërsa Alco Impex Construction, kompania e nipit të Sadri Abazit, Arbor Abazi, është vetë skualifikuar duke mos dorëzuar dokumente. Sigurisht, duke qenë pjesë e pazarit të ndarjes së parave, Alco Abazi nuk ka ngarkuar në sistemin e prokurimit elektronik formularin për mbledhjes të vetë deklarimit, si dhe as një deklaratë angazhimi për mbështetjen e deklaruar. Komisioni më tej vazhdon vlerësimin duke bërë një punë si të zhvegut, kur nuk di se çfarë bën, dhe rënditet një sër pikash që Alco nuk i plotson. Siç del nga ky vlerësim, Alco Abazi nuk përmbush kriteret dhe nuk pas ka makina teknologjike të kërkuara. Përpasoj skualifikohet. Po si u kualifikoi Alco Abazi në lotin 1 që e fitoi në të njëjtën ditë? Megjithatë, Fusha akoma nuk i ka mbyllur llogari. Bashkimi i operatorëve me ofertë më të ulët ka dorëzuar qysh të nesërmen një ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, duke lënë për momentin të rrezull vendimi për fituesin e këtij loti. Kërkojmë shfuqizimin e vendimit të Komisionit të vlerësimit të ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik Pastrimi Silvio SHPK. Thuhet ndër të tjera në këtë ankesë, ku kundërshtojnë argumentet e paraqitura nga nipi i Sadri Abazit me Alcot e tij,
Kërkojmë shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave midis kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik pastrimi civil SHPK, thuhet ndër të tjera në këtë ankesë ku kundërshton argumentet e paraqitura nga autoritetet. Në kaq, një skem tjetër është zhvilluar paralelisht sipas pazarit të kryer tashmë qysh më parë. Nipis Adria Bazit me Alkon e tij ka fituar pjesën tjetër të tenderit loti 1, shërbimi pastrimi të zonës Breg të Targu, bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj, Pogradec. Edhe në këtë lot është shpallur fitues operatori me ofertë më të shtrenjtë që është Alko e Arbora Bazë. Pyetja mbetet e hapur. Si u kualifikuar kjo kompani nga i njëjti komision në të njëjtën ditë dhe orë që u skualifikuar për lotin tjetër? Ku i gjeti makina teknologjike që i mungon? Pak duhet ta marrë në dorë këtë tender, ku bashkohet krimi organizuar me korrupsionin për të ndarë paratë e tender. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.